Edhe pse vendosi pikërisht tek skuadra Ahmetspori? Albert shumë, projekti i klubit është dihet Superliga është plan të parë, është favoriti kryesor për një kuadër Superligë. Lojtarët të hatashëm në ekip edhe është një klub me buzet. Për këtë ligë është me buzet jashtë normalës, domethënë gjitha këto t'japin atë sigurën që klubi ka vetëm mendje vetëm Superligën. Ke pasur oferta edhe nga ekipet e Superligës apo vetëm nuk e dashur të lëvizësh? Ke dashur të qëndrosh tek liga e parë të shkosh tek Ahmetspor? Po treguam shumë sinqert, kom pas 2 oferta nga Superliga, edhe kom pas 2 oferta tjera nga kjo ligë. Arsyeja pse e të zgjedha Ahmetsporin tregova është një klub i madh, po shumë tifozë. Përtohet nga shumë njerëz, edhe e kam menduar që më mirë i pari me luftu për titullin kampion për Superligë. Këtë ligë se sa me qenë me një ekip diku mes tabela apo më poshtë, edhe mos me pas objektiva. Me qenë se i ke refuzuar të 2 klubet e Superligës, apo na bën pak me dije cilat kanë qenë, me qenë se tash më vetëm se ke kontratë me skuadrën e Ahmetsporit. Po menaxheri jam ka qenë në kontakt me Kashim Pashën edhe me Gençe Villik. Edhe te kjo liga tjetër ka qenë Bodrumi, shumë interesum. Ahmetspori edhe një ekip tjetër që i gderit.